juftoj së bashku me mësimin që ne do të ndalemi sot është pikërisht tek e para Thesalonikasve kapitulli 5, vargu 18. Mirënjohje në çdo rrethan është vullneti i Perëndis për jetën tonë. Mirënjohja në vetvete është një nga virtytet ose një nga karakteret që neve na kërkohet në jetën e përditshme. Siç e dim, në jetën tonë, mirënjohja zë një vend shumë të rëndësishëm. Pse? Sepse çdo njeri me sjelljen e vet, me qëndrimin e vet, ndikon shumë në jetën e njëri tjetrit. Çfarë desha të them? Mirënjohja në fakt është një nga virtytet më të vlerësuara edhe që qetëson zjarre shumë të mëdha, zjarre zemërimi shumë të mëdha. Mos mirënjohja është një nga virtytet më të këqija, më të urryera që njeriu mund të tregoj edhe po çfarë ndodh? Me mos mirënjohjen, njerëzit ndezin zjarre shumë të mëdha zemërimi, qoftë në familje, qoftë në shoqëri, qoftë në punë, qoftë në marrëdhënie edhe ndërkombëtare. Po siç e dim, mirënjohja gjithashtu është një virtyt që Perëndia e vlerëson shumë. Mos mirënjohja nga ana tjetër është një virtyt që Perëndia e urren jashtëmase. Edhe me të thënë të drejtën e dënon me dënim të përjetshëm. Vim tek e para Thesalonikasve, kapitulli 5, vargu 18 që neve lexuam, në gjithçka thot falenderoni, sepse i tillë është vullneti i Perëndis në Krishtin Jezus për ju. Edhe pikërisht mbas vargut 18 thot Pali thot mos e shuani frymën. Është shumë e rëndësishme kjo. Sepse ne pra me mirënjohje ne mund të shuajmë zjarr zemërimi, me mos mirënjohjen neve mund të ndezim zjarr zemërimi, po në të njëjtën kohë ne shuajmë frymën e Perëndis që është tek ne. Tek Efesianët Pali gjithashtu thot mos e ligështoni frymën. Se kur zemëroheni, ai thot zemëroni, por mos lejoni diellin tuaj të perëndojë. Domethënë që mos të bëhemi hakmarrës. Që ta luftojmë siç ne njeriu thellë nga studime që kam parë, sepse ka dhe ekstreme, por njeriu thellë në vetvete kur bie në qetësi nuk urren për vdekje. Po ta shikosh edhe kur bëhen veprime të tilla, pendohen, por që do se është vonë, sepse është kryer ai lloj veprimi që neve kemi dëgjuar edhe nëpër lajme që janë vrarë, janë therrë. Por në fund kanë kërkuar falje. Por ajo nuk ka më vlerë sepse jeta u mor. Ndaj dhe Perëndia na udhëzon që ne thot shiko thot falenderoni Perëndin. Jeni Zotit mirënjohës, sepse në të njëjtën monedhë do ju kthehet. Ty tregoj një histori. Është si një gojdhan ose si një histori e motshme, që paktën që ka qarkulluar, na e kanë treguar prindrit tanë. Ishte nusja që nuk donte vjerrin. Në fakt i kishte, kështu si e mbaj unë mend, i kishte vdekur burri, por kishin si pasuri, kishin prona, toka. Edhe kishte një djalë me një tjetër, si duket ishte martuar me një tjetër,
Po, si që dim në atë kohë, njerëzit hecnin me kam, nga një vend në një vend tjetër, nuk kishte transport. Ose po të gjejë në rrugë kryesore një makinë, për shembull, dhe pastaj zakonisht në përfshatra makinat nuk hynin e nuk hynin. Çfarë ndodhi? Vjerri shkon tek zona e ku ishte nusja atje, dhe sepse kishte edhe prona dhe atje, edhe mi pa i përshëndeti, sigurisht që ajo përshëndetja ishte sipërfaqësore nga ana jashtme, domethënë. Dhe në fund nusja kur ai do largohej, i poqi një bukë që pishin në çerjet. Edhe aty hodhi edhe helën. Edhe i thot këtë plakut, shiko, thot, mere bukën ta kesh për rrugës, që të hash ushqim. I gatojti dhe gjellë qa kishte, që të hash rrugës, tha, sepse tha është rrugë e gjatë, që të thesh. Plaku i kthea, thot, faleminderit e bi, thot, por nuk më ke bërë gjë mua, ja ke bërë vetës tënde. Ishte larg. Ndërkohë që ky kthehej në shtëpi, përshëndetet me një djalë, ulet dredhin dhe në një cigare, djalin që i kishte marrë uria, ky plaku e ndan ushqimin me të, edhe pastaj doli që ai ishte ushqimi i lmur. Plaku nuk e dinte, fakt, nuk kishte marrë ushqim. Edhe djali vdiq, e mori vesh kjo pastaj zonjëza që përgatiti ushqimin. Edhe i tha, ja kujtoi përsëri plaku dhe i tha, shiko, faleminderit, tha, ja bëre vetes tënde. U kthy në të njëjtën monedhë. Në jetën tonë, shpesh herë neve nuk i mendojmë pasojat. Ose çfarë do të ndodhi me veprimet tona, me sjelljen tonë. Edhe shpesh herë neve themi, çfarë do më gjej, nuk do më gjej gjë e keqe mua. Por Zoti na tregon, Perëndia na tregon tek fjala e tij, mirënjohja është çelësi i një marrëdhënie të shëndosh. Midis të tjerave është dhe komunikimi me njëri tjetrin, qoftë në çdo lloj sfere, influence në jetën tonë të përditshme, mirënjohja është e rëndësishme. Është e rëndësishme në punë, është e rëndësishme në familje, është kudo. Në qoftë se ne vim edhe afrojmë dhe falenderojmë me gjithë zemër, Perëndia na pranon. Në Testamentin e Vjetër, Perëndia i kujton njerëzve të hershëm, sepse ata po shkonin dhe ofronin sakrificat e tyre, por nuk i ofronin me gjithë zemër. Edhe Perëndia tha, ç'i dua unë këto sakrificat e juaja, qofse ju nuk e ofroni me gjithë zemër. Sepse Zoti i njeh zemrat e gjithë secilit prej nesh. Na kërkon pra mirënjohje të sinqertë. Na kërkon që të themi faleminderit me sinqeritet. Me një zemër të pastër, jo të dyfisht. Siç e dim, në jetën tonë të përditshme, neve kemi këtë gjë shumë të nevojshme. Edhe Juda, kur tradhtoi Jezusin, çfarë bëri? E puthi. Dhe i tregoi i tha ushtarëve dhe pristërinjve, ai tha që unë do të puth, ai është edhe ai që juve duhet të arrestoni, sepse kishte ushtarët romak nuk e njihnin. Prandaj është shumë e rëndësishme për ne që të fokusohemi në këtë lloj marrëdhënie që neve e quajmë marrëdhënie me mirënjohje. Midis të tjerave, pali pak më lart tek vargu 17 thot, lutuni pa pushim. Shumë e nevojshme për jetën tonë. Lutuni pa krenari, si ata njerëz që rrahin gjoksin me fjalë të mëdhaja për t'u dukur, po për të thënë faleminderit, siç themi neve për të lënë problemet përpara Perëndisë,
për të qarë ato problemet me Perëndin, edhe Perëndia i merr. Jezusi prandaj thot, ejani tek unë o ju të lodhur o të rrezikapitur, merrni zgjedhjen time, sepse zgjedhja ime është e lehtë. Shtrojini Perëndis të gjitha këto. Në qoftë se ne ja parashtrojmë Perëndis, është diçka që duhet kemi parasysh. Nuk duhet të lutemi me do të. Do të lutem të më japësh, të më bësh. Po falenderoje Zotin si që tashmë ta ka dhënë. Jezusi kur dha shembullin e tij në lutje, ai tha faleminderit për bukën, faleminderit që ti siguron për. Edhe neve në qoftë se neve do të listojmë të gjitha gjërat, bekimet që neve kemi në jetë, janë shumë të mëdha. Edhe në qoftë se do fokusoheshim pikërisht te këto gjëra, kemi shumë gjëra që t'i themi Zotit faleminderit. Faleminderit. Danieli, tek Testamenti i Vjetër, është një shembull shumë i mirë. Danielin e detyruan edhe i thurën një komplot që ai mos ta adhuronte më Perëndin, po ta adhuronte mbretin. Dhe i thanë do të hedhin tek luanët. Edhe pastaj i thanë do të hedhin në furrën e zjarrit. Edhe ndodhi Danieli tha këtë gjë. Perëndia im tha, Perëndia jon sepse ishin 3 shok, Perëndia jon na shpëton. Nuk tha do të na, po na shpëton. Edhe sikur të vendosi për mos të na shpëtuar, ne përsëri jemi me ta dhe përsëri neve do të falenderojmë Zotin dhe do të adhurojmë Zotin. Jo ty o mbret. Edhe ndodhi që Zoti i mbrojti i ruaj. Ka momente në jetën tonë, unë nuk di si të them sepse mund të ndodheni në vështirësi të ndryshme në këto momente dhe mund të jeni duke kërkuar përgjigje. Me pyetjen e madhe dhe të famshme pse. Por është diçka që Zoti është me ne. Të shikojmë rrugën që kemi ecur, Perëndia ka qenë dhe është me ne. Ndonjëherë neve bëhemi si këta fëmijët që e duan me ngulm dhe nuk presim dot. Kërkesat e famshme të Hansit dhe Argisit janë kur duan të hanë, duam këtë gjë edhe duam tani. Nuk pranojnë fjalën prit sa të gatuhet. Mire e keti unë atë që po thua, po unë ne dua tani. Sa herë neve i kërkojmë Perëndis, një nga gjërat që duhet të mësojmë dhe duhet ta praktikojmë është pikërisht të presim. Edhe kjo është shumë e lodhshme, edhe ndonjëherë edhe e dhimbshme, sepse na zë një ankth shumë i madh që ne nuk arrim do ta kontrollojmë edhe themi Zoti na ka harruar. Por sigurisht neve e dim që Zoti nuk na ka harruar. 16 këtu tek e para Thesalonikasve kapitulli 5 thot, jeni gjithmonë të gëzuar. Jeni gjithmonë të gëzuar. Një rast tjetër, një histori tjetër, një mbret kishte një shokun e vet, shok fëmirie që ishin rritur. Dhe ati i besonte më shumë se çdo njeri tjetër. Shkonin në gjuhë e tij, mbreti lejonte vetëm shokun e tij që t'i përgatiste armët, t'i pastronte armët, t'i kujdesesh për kalin e tij e kështu me radhë. Një ditë, ndërsa shkuan në gjuhë e tij, ata mbreti gjeti një kafshë të egër që do ta qëllonte, gati për ta qelluar, në vend që të shkonte plumi përpara, po kthehet mbrapsh dhe i kput gishtin mbretit. Mbreti u acarua dhe u zëmrua shumë sepse shoku i tij ishte ai që kujdesesh për armët. Edhe i tha, si mund ma bësh ti mua një gjë të tillë? Edhe ai shumë u zëmrua sa e mori dhe e futi në burg. Edhe ky tha, faleminderit, tha, kjo është një gjë shumë e mirë. Kur puti gishtin, mbreti tha, kjo është një gjë e mirë, mbret.
Po çfarë thua, e futin burg. Faleminderit, kjo është një gjë e mirë. Mas shumë kohësh mbreti, masi e mori veten, ishte një, si themi, një sport që ai nuk kishte dorë kollaj, shkoi përsëri në gjuhë e tij, po këtë rast shkoi shumë larg, madje sa kaloi kufirin le të themi neve të shtetit të tij, edhe aty ishin njerëz që jetonin në pyll të egër, se mund të themi, që nuk ishin lidhje me shoqërinë, me njerëz të tjerë. Ata praktikonin dhe sakrifica. E morën mbretin, pastaj e kapën, e mbërthyen edhe e çuan tek vendi, tek çadrat e tyre, dhe vendosën që ta sakrifikonin. Edhe e vendosën në turrën e druve, por një nga gjërat që ata duhet pra të siguroheshin, ishte që trupi i personit që do ofrohej si sakrificë ishte i patmet, do më thënë që s'kishte thyrje, kputje gishta ose kështu gjëra. Mbretin edhe shikojnë që e kishte gishtin e kputur, të prerë. Ky që e ka me defekt. Nuk mund të afrojmë zotërave tanë. Edhe e lejuan, e liruan. Mbreti arrit të kthehet në mbretërinë e tij, në zonën e tij, në vendin e tij, edhe e liron shokun. Edhe i kërkon falje, thot më fal, thot se të futa në burg, thot. Po kështu më ndodhi. S'ka gjë, thot, unë të thash që kjo është një gjë e mirë. Tha, po si që ka më gjë e mirë, tha, se më ndodhe. Po tha, nëse ta ne do ishim bashkë, tha. Unë isha pa të meta, nuk isha ndaj gisht thyrë. Që do më afronin mua sakrificë, tha, nuk do të afronin të, tha. Kështu që faleminderit, tha, që më futën në burg. Faleminderit Perëndis për qëndrimin, për situatën ku ndodhem. Edhe një herë ne mundohem në një situatë shumë të vështirë në këto momente, edhe nuk arrim dot ta kuptojmë pse po ndodhin këto gjëra. Pse janë duke ndodhur këto gjëra dhe na ndikojnë në jetën tonë të përditshme. Pa pse po ndodhin këto gjëra në jetën? Perëndia është një Perëndi i madh dhe i fuqishëm. Një nga vargjet më interesante që thot tek Testamenti i Vjetër është Ligji për të rirë, kapitulli 29, vargu 29. Të gjitha gjërat që na janë bërë të njohura janë për ne që t'i dimë. Të gjitha gjërat që janë të panjohura, Perëndia e ka lënë mister, janë vetëm për Perëndin. Që do të thot gjërat që Perëndia ka lënë për mister për ne, janë gjërat që neve nuk mund t'i përballojmë dot ose t'i përtypim dot. Një nga thëniet që mamaja ime përdor shpesh është, o Zot, sa ke mos na i rrëfe. Nuk e di, përdorni ju këtë si thënie? Sa ke mos na i rrëfe. Që do të thot gjërat që janë mister, janë shumë, si mund të thuash, trupi ynë, mendja jonë nuk mund t'i përballoj dot. Ndaj dhe Zoti ka lënë në këtë lloj mënyre. Por sa i përket gjërave që ne, Perëndia na ka bërë të ditur, është që neve t'i jemi Zotit mirënjohës. Është që t'i themi Zotit faleminderit. Ne kemi një bekim shumë të madh që në vendin ku jetojmë, ne nuk persekutohemi për besimin tonë. Para 2 ditësh, një predikues në Nigeri, bashkë me djalin e tij ata e vranë, për shkak sepse ai predikonte Jezus. Kurse ne nuk e kemi këtë lloj persekutimesh, këtë lloj ndikimesh negative. Deri më sot, mi falenderit Zotit, jemi të mbrojtur dhe ligjërisht, dhe kemi të drejtën të ushtrojmë besimin tonë. Kemi të drejtën që të kujdesemi për familjen tonë e kështu me radhë. Por për aq kohë pra sa jemi, le të jemi Zotit mirënjohës. Le ta praktikojmë mirënjohjen me njëri tjetrin, sepse kjo është një mënyrë shumë e mirë për të ndërtuar ura marrëdhënie, miqësie, sesa mos mirënjohja që shkatërron dhe prish çdo urë, çdo marrëdhënie, çdo miqësi, çdo shoqëri. Sepse në të kundërt pra, nëse neve do të praktikojmë mos mirënjohjen,
askush nuk na e ka për borxh që të na siguroj, që të na japi për të ngrënë, që të na japi që të veshim, që të na japi një çati mbi kokë. Por i falimnderit Zotit që neve jemi të bekuar që të rrethohemi me miq që na gjinden pranë, që na ndihmojnë, që ne jemi në gjendje që të ndajmë edhe barrën tonë, edhe dhimbjet tona, edhe mundimet tona në mënyrë që mund të na ndihmojë. Edhe kjo ka edhe kuptim kur Jezus i thërret, e jani tek unë o ju të lodhur, o ju të raskapit. Kur Perëndia na bekon ne si të krishterë, ne mund të bëhemi mbajtës bare për njëri tjetrin, ne mund të bëhemi ndihmë për njëri tjetrin. Por le mos jemi, siç thotë tek Pietri, mos u bëni gur për pengese për motrën ose vëllain tuaj, por një gur ndërtimi. Një nga mësimet që unë përpiqem t'i mësoj fëmijëve të mi është sërish kjo gjë. Mirënjohja. Faleminderit për kohën që ti po më jep, edhe pse unë mund, gjë më elementare, unë mund paguaj kafe, po faleminderit për kohën tënde, faleminderit që mu gjende pranë, faleminderit që më dhe diçka. Ka njerëz që edhe pse nuk kanë mundësi ekonomike, por kanë dëshirë të ndihmojnë, kanë dëshirë të japin diçka. Kur dikush të dhuron diçka, mund të mos jetë me vlerë, ose në pritshmëritë e tua, por ama ta ka dhënë me gjithë zemrën, ta ka dhënë me gjithë shpirt. Nëna tona më përpara ndihmonin familjet që ishin të varfëra, edhe ndonjëherë shkonin edhe kërkonin krip, thjesht sepse kripa ishte një nga ato gjërat e lira që çdo familje mund ta kishte, dhe ajo familje që ishte e varfër e jepte me gëzim, sepse po thoshte po jap dhe unë diçka. Në këtë lloj mënyre, në këtë lloj forme, ne duhet të jemi me njëri tjetrin. Faleminderit për mirënjohjen tënde, deri për kohën tënde, sepse kjo është mbi të gjitha, ky është një urdhër i dhënë nga Perëndia. Edhe Perëndia na thërret që të jemi mirënjohës. Nuk do të fitoj kush me mos mirënjohje. Ka pasur raste në jetën time që kam qenë gati si thua, gati për të therrur, po për shkak të përuljes edhe duke me qetësinë që ma ka dhënë Zoti, kam thënë mos u mërzit, do ta rregullojmë. Një nga gjërat që të gjithë meshkujt shqiptar po zihen është pse mpe. Para 3 javësh dolin mes të autostradës, dolin çunat edhe po qellonin njëri tjetrin me grushta pse mpe. Mes të autostradës. Pse më zure vendin e parkimit. Jo, ti duhet ecësh mrapa, nuk duhet eci unë. Ecë. Prandaj dhe Jezus i thot, ecni, thot, edhe 1 milje, edhe 1 kilometër me ta. Ai thot për 1, ti ec 2. Ec mbrapa, hapi rrugën. Qetësoj atë zëmërimin e tij. E dini çfarë, sepse ai mund të jetë i acaruar për diçka në jetën e vet, ato janë si plera, se plera zëmërimi plerësh që të mbyt shpirtin tënd. Edhe ti derdh aty tek ty, edhe ti zëmrohesh, ai largohet. Po i ka derdhur zëmërimin aty, edhe ty ta prishi ditën me qetësinë tënde, me gëzimin tënd që ke. Pra le të jemi mirënjohës, le të jemi të gëzuar, sepse Zoti na bekon. Mbani mend, me gjithë zemër, kur ti lutemi Zotit me gjithë zemër, kur ti themi Zotit faleminderit Perëndi, edhe për këtë bukë me krip që më ka dhënë. Faleminderit o Zot që më ke dhënë një çati mbi kokë. Qoftë prona ime, qoftë me qera, sepse Zoti ka siguruar që mund ta paguaj. Faleminderit o Zot. Desha ta mbyll me këtë që neve do të gjithë bota po e ka kthyer syt përsëri tek Krishtlindja, tek lindja e Krishtit. Edhe bota në të paktën një herë në vit, për ata që nuk janë të krishterë, edhe për ata që nuk e praktikojnë besimin e tyre, në kuptimin
siç po flasim neve me mirënjohje, me sjellje të mirë, me zemër të mirë, me paqen, një herë më shumë po kthejnë sytë dhe po dëgjojnë dhe po shikojnë që Perëndia ka siguruar. Edhe ky është një mësim që neve për Krishtlindjen t'i themi Zotit faleminderit që Krishti lindi. Faleminderit që Zoti siguroi për ne, sepse Perëndia na do aq shumë sa e dërgoi birin e tij në kryq për gjithë secilin prej nesh. E ndërsa neve do ta mbyllim këtë kohë adhurimi, dëshiroj t'ju bekoj me këto fjalë. Zoti ju bekoft dhe paqja e Perëndisë mbretëroft në zemrat e gjithë secilit prej nesh. Edhe ti jemi Zotit mirënjohës, edhe ti jemi Zotit falenderues.